Të dashur, të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Sot me lejet Allahut të lartësuar jemi tek suratu Saf, surja Saf, që e ka emrin Rreshtat e besimtarve. Një sure medinase e përbër prej 14 ajeteve, e cila ka zbritur mbas luftës së Uhudit. Allahu i lartësuar thot në këtë ajet, Allahu i do ata të cilët luftojnë në rrugën e tij të rreshtuar si të jenë një ndërtesë e fortifikuar. Shkaku i zbritjes së kësaj sureje, të dashur besimtar, vjen si pasojë një pyetje që sahabët i drejtojnë Muhamedit alayhi salatu wassalam për të ditur se kush dhe cila është vepra më e vlefshme tek Allahu i lartësuar, që ata më pas ta kryenin këtë punë. Dhe Allahu i lartësuar në këtë sure përmend që prej veprave të dashurat tek Allahu është mbi të gjitha të dëgjosh të dërguarin e tij Muhamedin alayhi salatu wassalam, ti marrësh këshillat e tij, ti bësh pjesë dhe të jesh një bashkësi e bashkuar muslimane dhe të jesh i gatshëm që aty kur të thërret çështja islame, ti të sakrifikosh nga vetja jote, nga jeta jote dhe nga pasuria jote. E bukura dhe mahnitse e shpalljes së kësaj sure mbas luftës së Uhudit është për faktin sepse në Uhud besimtarët pësuan disfat, e humbën luftën. Në fakt, kur ishin përballë Mekasve, ata i vendosën përpara Mekasit dhe pothuajse e fituan luftën. Por prej strategjisë së luftës që vendosi Muhamedi alayhi salatu wassalam rreth malit të Uhudit, nga ku do të sulmonin Mekasit, për të pasur kujdes nga mbrapa, që mos të sulmonin nga mbrapa, Muhamedi alayhi salatu wassalam vendosi disa shok të tij në kodrën e quajtur kodra e shigjetarve. Dhe u tha atyre, çfarëdo që të ndodh, çfarëdo që të shikoni që po ndodh në fushë betejë, edhe sikur i fundit prej nesh të vritet, ju nuk duhet që të lëshoni vendin tuaj, të rini në kodrën e Uhudit. Gjatë dy luftimit, kur muslimanët e vendosën përpara ushtrinë armike dhe pothuajse tashmë po dëgjoheshin zërat e gëzimit të muslimanëve që fituan luftën dhe Mekasit po arratiseshin nga krahu i kundërt dhe po e linin fushë betejën, shokët e profetit alayhi salatu wassalam në kodrën e shigjetarve, duke menduar që tashmë lufta përfundoi, çfarë bën? Vrapuan me të madhe drejt plaçkës së luftës, duke e lënë pozicionin strategjik, ku Muhamedi alayhi salatu wassalam i pa thënë që kurse si aty mos ta lëshojnë atë vend. Dhe ajo çfarë ndodh më pas është se kur e shikojnë Mekasit këtë gabim strategjik të muslimanëve, me Halid bin Velidin në krye, që ishte kryekomandanti luftës të jo besimtarve deri në atë momente, se elhamdulillah Halid bin Velidi më pas ka pranuar islamin, e shikon këtë të qartë të strategjisë së Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe me kalorsinë e tij i shkon nga mbrapa ushtrisë së muslimanëve, që tashmë ndoshta 2 apo 3 veta kishin mbetur me shigjetat e tyre për të ndaluar pikërisht këtë sulm nga mbrapa, dhe aty muslimanët do të sulmohen nga mbrapa me kalorsi dhe nga para përsëri do të kthehen Mekasit dhe kështu muslimanët do të pësojnë disfat, do të ketë rreth 70 muslimanë që do të binë dëshmor në atë luftë dhe ushtria muslimane më pas me Muhamedit alayhi salatu wassalam në krye do të shpërndahet nëpër malin e Uhudit. Ajo çfarë është interesante në këtë sure është sepse Allahu i lartësuar në ajetin e 2 të kësaj sure thot: "Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la tafalun." O ju besimtar, pse e thoni atë që nuk e bëni? Dhe i drejtohet drejt për së drejti këtyre sahabeve që i than Muhamedit alayhi salatu wassalam, i dhan fjalën që do të bëjnë atë çfarë ai
i kërkoi atyre, por ata nuk e mbajtën fjalën në fund, dhe ky është një ajet universal që i drejtohet gjithë secilit prej nesh, se sa e rëndësishme është që fjala dhe vepra të jenë në përputhje, se ndryshe kebura maqtan inda Allah an taqulu ma la tafalun, se tek Allahu do të shkruhet si një gjunah u madh nëse ju nuk do të jeni në përputhje me fjalët dhe veprat e juaja. Kështu, fillojmë për ta zbërthyer mesazhin thelbësor të këtij emri të kësaj sureje Saf rreshtat me mësimin e parë, ku do të thotë që në momentin që ne pranojmë Islamin, të dashur besimtar, kemi thënë dëshminë më të madhe, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, atëherë aty ne si musliman marrim përgjegjësinë tonë në marrëdhënie me Zotin dhe në marrëdhënie me të gjithë muslimanët e tjerë. Pra në momentin që pranojmë Islamin, marrim dy përgjegjësi kryesore: si të jetë raporti jon me Zotin në besim dhe në adhurim, dhe si të jetë raporti jon në shtrirje horizontale më pas në jetën e përditshme me besimtarët të cilët neve na rrethojnë, apo edhe me njerëzit më pas në përgjithësi. Pse? Sepse kjo i ngjan premtimit që mori Muhamedi alayhi salatu vesselam nga ensarët para se të shkonte në Medinë. Profeti alayhi salatu vesselam në zonën e quajtur Akabe do të bëj 2 takime vit pas viti me Medinasit, ku në një grup numër të vogël në fillim do t'i marri besën për disa çështje dhe më pas grupi më i madh vitin tjetër do t'i japin fjalën Muhamedit alayhi salatu vesselam për disa gjëra. Viti i parë i beslidhjes së parë së Akabes, Muhamedi alayhi salatu vesselam i kërkoi atyre shokëve të tij besimtar nga Medineja, sepse bëj fjalë a të shkonte Muhamedi alayhi salatu vesselam në Medinë apo jo, a do të kishte besimtar që e mbanin premtimin e dhënë Allahut dhe që e mbanin premtimin e dhënë Muhamedit alayhi salatu vesselam, apo jo që ai të kishte të sigurt që të mbrojë atje, sepse në një diskutim i tha: a më premtoni ju që do të më mbroni ju mua, ashtu si që mbroni gratë dhe fëmijët dhe pasurin tuaj nga armiku? Dhe kur e mori këtë besë, atëherë tashmë ai gjeti siguri atje që kishte njerëz që ishin gatshëm të jepshin jetën për Muhamedit alayhi salatu vesselam. Në vitin e parë të premtimit, profeti alayhi salatu vesselam i kërkoi burra dhe gra së bashku të mos i bëjnë shirk Allahut, të mos i shoqërojnë asgjë atij, të mos vjedhin, të mos bëjnë zina, imoralitet, të mos vrasin fëmijët e tyre, të mos shpifin apo të bëjnë akuza të rreme dhe të mos e kundërshtojnë profetin Muhammed alayhi salatu vesselam në gjërat që ai këshillon. Dhe këtu çfarë shikojmë? To janë raporte që janë gjunahe drejt për së drejti me Allahun subhanahu wa taala. Ndërkohë vitin e dytë, kur mori premtimin e dytë Muhamedi alayhi salatu vesselam në beslidhjen e dytë të Akabes, ai mori këto premtime: a më premtoni që do të dëgjojnë dhe do të bindjen në çdo gjendje, lehtësi apo vështirësi, të japin pasuri, sadaka dhe zekatin e tyre për kauzën e Islamit, të urdhërojnë të mirën dhe të ndalojnë nga e keqja, të thonë të vërtetën pa pasur frikë nga askush dhe ta mbrojnë Muhamedit alayhi salatu vesselam siç mbrojnë familjet e tyre. Dhe ky premtimi i vitit të dytë shikojmë që ka një raport haku dhe të drejtë se si muslimani do ta jetojë jetën e tij në raport me muslimanët e tjerë, me njerëzit e tjerë, duke dashur që të nxjerrin pra një musliman produktiv, të drejtë, një musliman siç e do Zoti në shoqëri. Prandaj këtu shikojmë që kemi përgjegjësi në momentin që kemi pranuar Islamin, përgjegjësi para Allahut dhe amanet dhe përgjegjësi para njerëzve për të mbrojtur dinjitetin si musliman, për të mbrojtur Islamin, për të përfaqësuar Islamin ashtu siç duhet si musliman në çdo fushë ku ne jetojmë dhe veprojmë. Të dashur besimtar, Safi, surja Saf, dhe ne e dim shumë mirë çfarë do të thotë Saf në kontekstin çdo imam para se të lidhemi në namaz, çfarë thotë: drejtoni safet, plotësoni safet, mos lini boshllëqe. Muhamedi alayhi salatu wasallam do të thoshte midis safeve bosh futet shejtani, futet përçarja. Pra do të thotë që muslimanët duhet të jenë të bashkuar. Dhe ne kemi saf në xhami që bashkohen muslimanët me njëri tjetrin. Ne kemi saf në kontekstin e këtij ajeti: inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili safa. Saf në rrjeshtat që vendosej ushtria muslimane përballë ushtrisë armike, por po ashtu ne kemi edhe safe apo grumbullime njerëzve ditën e gjykimit në bazë të jetës së tyre
që ata kanë jetuar, sepse Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë kama ta'ishuna tamutun wa ma kama tamutuna tuhsharun. Si jetoni keni për të vdekur e si do të vdisni keni për tu ringjallur. Nëse do t'i bashkonim të tre këto elemente të rëndësishme, nëse besimtari do të jetë i lidhur ngushtë me besimtarët në safet e xhamisë, në jetën e tij të përditshme është i lidhur me zemrën e tij në xhami, duke u bashkuar krah për krah me vëllezërit e tij musliman që jeton në jetën e tij të përditshme. Nëse do të jemi saf gjithë së bashku ne për çështjen e Islamit, sepse çdo kohë do xhihadin e saj. Sot xhihadi mund të jetë në forma të ndryshme, me dituri, me shkencë, me mendje mprehtësi, dikur tjetër mund të kërkohet me fizik, diku tjetër mund të kërkohet me pasurinë tënde, por në momentin që do të kemi qëllimin e përbashkët për të qenë një trup në komunitetin ku jetojmë si musliman, që të lartësojmë fenë Allahut subhanahu wa taala, që të ftojmë njerëzit në besim, atëre kjo do të thotë që jemi të gatshëm dhe kemi jetuar jetën për të qenë prej atyre që Allahu do të premtojë në Kur'an, wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Dhe kur përshkruan Allahu subhanahu wa taala që njerëzit do të ringjallen grupe ditën e gjykimit në bazë të besimit dhe veprimeve, punëve të tyre në jetën e kësaj bote. Nëse kanë jetuar me muslimanët, me sunetin e profetit alayhi salatu wasalam, në ngjyrmet e sahabëve të profetit alayhi salatu wasalam, Allahu do t'i cilësonte në Kur'an që këta besimtarë janë ata që i ka begatuar Allahu i lartësuar ma nebijine, wa siddiqine, wa shuhada, wa hasuna ulaika rafika. Dhe këta janë ata të cilët janë me Muhamedin alayhi salatu wasalam, janë me shokët e tij, me sahabët e tij, janë me dëshmorët, me njerëzit më të lartësuar tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe sa miqësi e mirë, sa shoqëri e mirë që është kjo, sa pozitë lartë shoqërore që është kjo, që njeriu ta dedikojë jetën e tij të bashkohet saf dhe krah për krah me muslimanët për të lartësuar Islamin, për të mbrojtur veten e tij, dinjitetin e tij, islamin e tij, besimin e tij, sepse sahabët kishin nevojë për njëri tjetrin. Hajde takohemi një orë në ditë të rifreskojmë besimin, do të thoshin sahabët që kishin pirë ujë nga durët e profetit alayhi salatu wassalam, kishin mësuar drejt për drejt nga Muhamedi alayhi salatu wassalam, e kishin nevojë në njëri tjetrit. E sa nevojë duhet kemi ne për njëri tjetrin, që me të vërtet na qaj zemra kur jemi larg kësaj atmosfere vllazërore islame, të xhamisë së lagjes, të vendit ku jetojmë, me vëllezërit, me komshit besimtar, që e kalojmë pothuajse të gjithë ditën tonë, se besimtari duhet ta jetoj jetën aty ku ai gjen qetësinë e besimit, gjen qetësinë e shpirtit, lumturinë e shpirtit, dhe nuk ka gjë më të mirë që kjo gjendet pa diskutim vetëm aty ku përmendet Allahu subhanahu wa taala. Ela bi dhikrillah tatmainul qulub, sepse vetëm me përmendjen e Allahut do të gjej qetësi zemra. Mos kërkoni qetësi dhe lumturi shpirtërore askund tjetër, por vetëm në atë shoqëri, në atë vend, në atë komunitet, në atë bashkësi ku synim kanë të fitojnë kënaqësinë e Zotit, synim kanë të ecin në rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe që të ecin në atë vijën e përbashkët të Islamit derisa Allahu të na ketë shkruar jetë. Prandaj, dietarët do ta komentonin siç edhe kemi thënë herë tjera, por është shumë e rëndësishme. Mendoj që të përsëritet shpesh kjo thënie që do të quhet tradhtari muslimanëve, ai i cili me sjelljet e tij, me veprimin e tij, me shembullin e tij në shoqëri do të jepte një shembull negativ, atje ku punon, atje ku vepron, kur një pjesë tjetër e muslimanëve përpiqen që të jenë të drejtë, të jenë muslimanë ashtu siç na ka mësuar Kur'ani, dhe për shkak të veprimeve të dikujt apo bëmave të dikujt të hudhët balta më pas mbi gjithë islamin, mbi gjithë muslimanët, që nuk është e drejtë, por njerëzit gjykojnë. E nëse ne bëhemi shkak që Islami të gjykohet për shkak të emrit ton individual, le ta dim të dashur besimtar që i kemi hyrë në hak të gjithë besimtarëve të drejtë, të gjithë atyre që me sinqeritet përpiqen që të jetojnë një islam me dinjitet, një islam me atë çfarë ne e quajmë me fytyrë të pastër, me fytyrë të bardhë, dhe lutim Allahun e lartësuar të na bëjë prej tyre. Ne shikojmë që në islam është konsideruar prej gjunaheve të mëdha, cila vepër të largohesh nga fushbeteja, nga safi fushbetejes, ti tradhtosh pra muslimanët në momentin më të vështirë
dhe ti të largohesh nga safi, konsiderohet gjuna i madh i pafalshëm nga Allahu subhanahu wa taala. Pse? Sepse ato muslimanët kanë besuar ty, kanë besuar pozicionin, kanë besuar shpinën e tyre, kanë besuar jetën e tyre, ti i tradhton. Dhe kjo mund të shtrihet më gjerë në të gjithë fushat, siç e thash në fillim, ku ne veprojmë. Të dashur besimtar, dua të ndaj një fakt shumë mbreslënës, duke hapur tefsiret për përgatitjen e hutbës së sotme. Patjetër që Kurani është mrekulli e Allahut subhanahu wa taala, por mrekullia e tij shikohet edhe tek një shkronjë, e vetëm një shkronjë. Dhe këtu do të ndajmë një fakt shumë interesant që patjetër të kënaqet shpirti në fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Bëhet fjalë ku Allahu thot ke annahum bunyanu marsus. Besimtarët janë si ndërtesë e fortifikuar, e forcuar. Fjala marsus kalon me shkronjën sad të shkronjave arabe. Por po ashtu në gjuhën arabe kjo fjali mund të kalonte edhe me shkronjën sin, marsus, jo marsus, jo e fort, por e butë. Fjala marsus në vetvete do të thoshte që ai që ndërton për shembull një mur me 2 krahët dhe më pas me gur të vegjël e mbush pjesën e mesit. Dhe këto gur të vegjël do të shkojnë në të gjitha ato boshllëqet dhe do ta bëjnë këtë murin shumë të fortë. Dhe kështu kuptohet kjo fjali edhe është kuptuar nga sahabët, që fjala marsus do të thotë që edhe detajet vogla, edhe punë të vogla që mund bëj besimtari në kontributin e lidhjes së kësaj bashkësie, këtyre safeve, kësaj bashkësie islame, sa do të vogla qofshin ato, tek Allahu do të konsiderohen pjesë e këtij trupi të madh. Ndërkohë, po të kalonte me shkronjën sin kjo fjala, nuk do ta kishte kuptimin e forcës, por do të kishte kuptimin e diçkaje shumë të lehtë për t'u rrëzuar. Dhe subhanallahu, po të shikosh formën e shkronjës sad dhe shkronjës sin, shkronja sin vjen si W dhe ka 3 dhëmb, po janë të ndarë nga njëra tjetra dhe ka një vizë në fund. Që do të thotë viza është Islami. Njerëzit mund të veprojnë me Islamin individualisht, por do të jenë të ndarë, do të jenë të veçantë, nuk do të kenë ndikim të madh në shoqëri, por nëse do të jenë si shkronja sad që e përshkruan Allahu kana bunyanu marsus, shkronja sad vjen me një vizë dhe më pas vjen e bashkuar në këtë formë si një vezake, e cila do të thotë që janë një trup i vetëm. Dhe ne e dim edhe vezën e cila në momentin që ti e preson atë nga të 2 skajet, ajo nuk thyet për atë mrekulli që e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe ky shpjegim edhe nga aspekti gjuhësor sjell në vëmendje se sa e rëndësishme është që fuqitë e muslimanëve të jenë të orientuara në bashkësi dhe jo në individualizma, sepse patjetër individi kur nuk do të ketë suksesin që mund të ketë bashkësia, sepse individi, të dashur besimtar, do të bëjë një punë por është vetëm e tij, por kur je në bashkësi, a di çfarë do të thotë kjo, nëse do të japim një shembull të prekshëm. E supozojmë, thot hoxha i xhamis, kush do ta furnizojë xhamin me ujë sot? Edhe dikush sjell bidona me ujë, disa të tjerë i mbajnë. Ndërkohë prej atij uji do të pinë nxënësit e Kur'anit këtu në xhami. Dhe do Allahu që njëri prej nxënësve të Kur'anit të dali hafiz, të bëhet dietar i madh, apo të bëhet drejtues shteti. Dhe e gjithë puna e tij do të vijë sevap edhe për atë i cili ndoshta nuk ka kontribuar me financën e tij, por ka kontribuar me mbajtjen e 2 kolive të ujit. Kjo do të thotë të bëhesh pjesë marsus, të bëhesh pjesë e këtij muri, qoftë edhe qofsh ti një guralec në veprën tënde, por e rëndësishme është të futesh në atë ndërtesën e përbashkët të muslimanëve. Dhe mendoj që është me të vërtetë një mrekulli e gjuhës arabe që vetëm Allahu subhanahu wa taala mund ta shpjegojë kaq bukur që zemra jon të gjej lumturi. Dhe për ta përmbyllur me 3 hadithe të Muhamedit alayhi salatu wassalam, thot profeti i Zotit, el mu'minu lil mu'mini kel bunyan il marsus yashuddu ba'duhu ba'da. Besimtari për besimtarin i ngjan këtij muri që përmenda, marsus, edhe këtu kalon fjala marsus, dhe e ndihmojnë dhe e shtyn njëri tjetrin që të jenë
të jenë funksional, të jenë në këmbë, e ndihmojnë njëri tjetrin me prezencën e tyre, si shtyllat e kësaj xhamie, sikur njëra mos tjetë, rrezikohet rënja e kësaj ndërtese. Por kur të gjitha janë së bashku në vendin, kohën e dur, në pozicionin e dur, atëherë do të lartësohet pikërisht kupola e kësaj xhamie, edhe thënë ndryshe, do të lartësohet Islami. Dhe tha Muhamedi alayhi salatu vesselam për të na nxitur në këto dy hadithe për të kuptuar madhështinë e kontributit në ruajtjen e vllazërisë dhe bashkësisë islame, ku thot: "Men kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati", dhe kushdo që është në ndihmë të një nevoje të vllaut të tij musliman, le ta di që Allahu do të jetë në ndihmë të nevojës së atij personi. Dhe po ashtu do thoshte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që Allahu i lartësuar është me robin përderisa robi do të jetë në ndihmë të vllaut të tij musliman. Dhe tha Muhamedi alayhi salatu wasalam po ashtu, shembulli i besimtarve në dashurinë me njëri tjetrin, në mëshirën me njëri tjetrin, në dëmshurinë e ndërsjellët me njëri tjetrin, është si shembulli i një trupi të vetëm. Nëse një gjymtyr apo organ ankohet nga dhimbja, i gjithë trupi përgjigjet me pagjumësi, përgjigjet me ethe. Që do të thotë se sa përgjegjësi kemi ne që në shpirtin tonë, në zemrën tonë, të kemi ndjesin që të jemi pjesëtar e këtij grupacioni, e këtyre njerëzve, e këtij umeti me kontributin tonë sadopak që të bëhemi pjesë e këtij sevabi kaq madhështor që na e ka përshkruar dhe përgëzuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Elusi Allahun e lartësuar të na bëjë besimtarve të sinqertë, që me të vërtetë jemi kontributor në shoqërinë ku jetojmë, në bashkësinë islame ku jetojmë, në xhamin ku jetojmë dhe falim namazet tona, që Allahu i lartësuar të na ringjallë të gjithë së bashku, besimtar të sinqertë, në grupacionin e njerëzve të shpëtuar ditën e gjykimit, që lutë Allahun e lartësuar të na bëjë prej tyre që do të meritojmë faljen dhe mëshirën e tij, bashkë me gjithë secilin prej jush që jemi prezent në këtë xhami sot, në këtë ditë të begat. Amin. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma